Paralia juaj ka që madhe të ndëruar miqë dhe dashamirë të Don Kelmendi, të shtonë respektin dhe dashurin për të, por me si tonë kemi edhe ushtruesin e detyrës presidentit e Kosovës, zonjën Albolina Haxhiu, e cila njëherë këtë është edhe kryetare e Parlamentit të Republikës, prandaj e thrasim për një fjalë rast. I nderuar Imzot Dod Gjergji, i nderuar Imzot Rok Gjondeshaj, i nderuar i Peshk Zef Gashi, të nderuar Peshkvin nga Shqipëria, i nderuar i famullar Don Albert Demaj, të nderuar meshtar dhe motra nderi kudo që shërbeni, të dashur, familjar, miq dhe qytetar. Unë nuk kam pas fatin që ta takoj Don Kelmendin, por lotët sot në sytë e tuaj dhe fjalët për të dëshmojnë se sa madhështore ka qenë jeta dhe vetra e Don Kelmendit. Sot në këtë të hënë të bashkëve po e përcjellim në amshim një meshtar, por edhe një figurë që në momentet më të vështira të historisë sonë u bë muri mbrojtës për jetën, por edhe për dinjitetin njerëzor. Andaj kjo humbje e madhe për kishën katolike është po aq e madhe edhe për tërë shoqërinë dhe për kombin tonë. Veprimtaria e tij nuk mund të reduktohet në një biografi të zakonshme. Ajo është dëshmi një përkushtimi të plot ndaj njeriut, ndaj besimit dhe ndaj atdheut. Për 33 vite me shtarie, Don Kelmendi shërbeu si udhërfys në kohë paqartësie, mbështetje në kohë frike dhe zëj qëndrueshëm i së vërtetës. Ky qëndrim nuk ishte akt spontan, por ishte rezultati një karakteri të brumosur me vlera kombëtare, i ndërtuar mbi besimin dhe etikën që nuk negocion me frikën. Ai vinte nga një familje që e kishte njohur për ndjekjen, por kjo nuk e bëri që të tërhiqej. Përkundrazi, e bëri më të qartë në qëndrime dhe më të palëkundur në veprime. Po aq do me thënë se ishte edhe mënyra se si ai dhe motra tregultare në famullinë e tij jetësuan bashkëtesën në praktikë, duke përdorur kambanat e kishës për të emëruar iftarin dhe syfyrin në kohë lufte për besimtarët musliman. Në këtë frymë ai dha mesazhin e qartë se dinjiteti njerëzor dhe respekti ndërfetar janë më të forta se çdo përpjekje për përçarje. E pikërisht përçarja ishte synimi i regjimit të Miloševićit. Don Kelmendi ishte njëri i thjeshtë në sjellje, por i madh në vepra, i afërt me njerëzit, i vëmendshëm ndaj nevojave të tyre, gjithmonë i gatshëm për dhënë, pa kërkuar asgjë në këmbim. A jetoj me bindjen e thellë se feja dhe atdheu nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Madje ai dëshmoi se si këto dyja e forcojnë njeriu për të shërbyer tjetrit. Në këtë kuptim, motoja e tij për fe, atdhe e liri ishte edhe mënyrë jetese. Në ditët më të rënda të historisë sonë, kur dhuna dhe pasiguria synonin të shpërbënin jo vetëm jetën, por edhe besimin tek njëri tjetri, Don Kelmendi qëndroi pranë njerëzve. Në Vllogjan të Perës, në pranverën e vitit 1999, ai hapi dyert e kishës Shnalndou, apo siç njihet në popull Kisha e Shpresës, ku strehoi qindra qytetarë që u dëbuan me dhunë nga forcat paramilitare dhe ushtarake serbe. Po aty Don Kelmendi me ndihmën e motrave të nderit trajtoi dhe njerëz të plagosur dhe asistoi edhe nënat e reja në kujdesin për foshnjat e tyre. Më 4 prill 1999, forcat paramilitare dhe policore serbe janë ndërprer meshën dhe nën përcnimin e armës i kërkuan të ndaj komunitetin katolik prej atij musliman. Dhe ai u përgjigj se këtu nuk ka as katolik dhe as musliman, por ka vetëm civil të pambrojtur. Plot guxim Don Kelmendi artikuloi një të vërtetë themelore, se para se të jemi të ndryshëm, jemi njerëz dhe jemi të një vendi.
Ndarja e tij nga jeta pikërisht në të Entën e Madhe, në ditën e themelimit të meshtërisë, jep një simbolik të veçantë këtij largimi. Jeta e tij u sos pikërisht aty ku kishte nisur thirrja, në shërbim. Prandaj sot po e përcjellim në Amshim një meshtar dhe patriot që jetën e tij e buri në shërbim të tjerëve. Një njeri që ka pas një shembull të shkëlqyeshëm, që nuk do të zbehet me kohën. Në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës, shpreh mirënjohjen më të lartë institucionale për jetën dhe për veprën madhështore të tij. Don Kelmendi na e la këtë trashëgimi të cilën ne kemi përgjegjësi ta ruajmë dhe ta përcjellim tutje. Sepse figurat të tilla nderohen vetëm duke i përcjellur tutje vlerat që ka lënë. Ngushëllime më të sinqerta për familjen Spaçi, për Kishën Katolike dhe për gjithë ata që e njohën dhe e deshën. U shoft në paqe. I përjetshëm qoftë kujtimi për Don Kelmend Spaçin. Faleminderit. Falenderojmë shumë ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, zonin Argolina Haxhiu, për fjalët e bukura dhe pranimin e saj mes nesh